Gjithashtu, një vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe politikës së rritjes pagave. Nga 1 janari 2026, paga minimale do të rritet me 10.000 lekë, duke e quar atë në 50.000 lekë. Për të vazhduar më tej me rritjen në 60.000 lekë në vitin 2028 dhe në 70.000 lekë në përfundim të mandatit, si një masë konkrete për garantimin e dinjitetit në punë, por edhe për të përafruar me vendet e tjera, qofshin këto në rajon apo dhe më gjërë. Për herë të parë, ne do të nisim për administratën publike zbatimin e indeksimit të pagave një herë në 2 vjet. Gjithashtu do të ketë rritje page më të lartë kryesisht për punojësit e sektorëve mbështetës, por edhe për kategoritë të tjera. Kostoja totale e rritjes së pagës minimale, së bashku me indeksimin parashikohet të jetë rreth 10 miliard lekë dhe prek mbi 144.000 punojës, qofshin këta të nivelit qendror apo dhe vendor. Më duhet t'i komunikoja këto lajme të mira që në fillim të fjalës sime, sepse për këtë qeveri, ashtu si kundër e ka dëshmuar edhe në momentet më të vështira, vëmendja kryesore është tek qytetarët. Nuk do të mund t'i përkthenim këto politika konkrete në nisma, nëse nuk do të kishim një ekonomi të fortë, të qëndrueshme dhe nëse nuk do të arrinim të ruanim stabilitetin makroekonomik dhe fiskal. Të nderuar kryetar, për vitin 2025, rritja ekonomike do të jetë 3.9% në terma vjetor, duke pasqyruar rritje pothuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë. Rritja përgjatë kësaj periudhe është gjeneruar kryesisht nga kërkesa e brendshme, nga konsumi privat, nga investimet, si dhe nga ecuria e mirë e eksporteve të shërbimeve, në veçanti turizmi, i cili vijon të jetë një nga motorët e rëndësishëm të ekonomisë tonë. Shkalla e papunësisë nga ana tjetër ka rënë në nivelin më të ulët historik prej 8.5% në tremujorin e dytë të këtij viti. Pjesëmarrja në forcat e punës është rritur më tej duke arritur në 75.7% dhe norma e punësimit është në nivelet e 68.5%. Këta tregues dëshmojnë se ekonomia jon po krijon më shumë mundësi punësimi dhe po bëhet gjithnjë e më tërheqëse për fuqinë punëtore. Inflacioni ka ndjekur një trajektore rëndëse dhe të qëndrueshme. Pas kulmit që arriti në vitin 2022, inflacioni mesatar ka rënë në 2.2% gjatë vitit 2024 dhe ka qëndruar në të njëjtin nivel edhe gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2025. Ky stabilitet reflekton normalizimin e çmimeve të madrave, forcimin e monedhës vendase dhe efektet e politikave të kujdesshme monetare dhe fiskale. Pozicioni i jashtëm i vendit është përmirësuar ndjeshëm duke reflektuar forcimin e bazave makroekonomike dhe rritjen e qëndrueshmërisë së ekonomisë. Pas disa viteve me disbalanca në llogarinë korrente, ekonomia shqiptare po ruan ekuilibra më të qëndrueshëm në marrëdhëniet me jashtë. Deficiti i llogarisë korrente mbetet dukshëm më i ulët se në të kaluarën, duke dëshmuar për përmirësimin e strukturës ekonomike dhe konkurrueshmërinë të sektorëve të eksportit. Ky zhvillim lidhet ngushtë edhe me reduktimin e deficitit fiskal dhe menaxhimin e kujdesshëm të financave publike. Investimet e huaja direkte vijojnë rritje të qëndrueshme, të orientuara gjithnjë e më shumë drejt sektorëve me vlerë të shtuar, duke nxitur rritje ekonomike, punësim dhe transformim të proceseve prodhuese. Në tërësi, këto rezultate dëshmojnë se Shqipëria po ecën me ritme të qëndrueshme drejt forcimit të stabilitetit ekonomik dhe fiskal, duke siguruar një klimë më të favorshme për investime, si dhe duke afruar ekonominë me standardet e Bashkimit Evropian. Financat publike mbeten shtylla kryesore e këtij stabiliteti, përmes menaxhimit të disiplinuar dhe borxhit publik gjithnjë e në ulje. Në vitin 2024 u arrit një balancë primare pozitive prej 1.4% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 54.2% të prodhimit të brendshëm bruto, niveli më i ulët që prej vitit 2008.